Shqipërinë e pret një muaj i rëndësishëm dhe nëse për shumë skuadra qershori është vetëm muaj përmiqësore, e kundërta është për kuqezinjt. Skuadra jonë do të përballet me Luksemburgun në miqësore, por do të ketë dhe një miqësore të dytë ende të paplanifikuar, ndërkohë që mund të ketë shumë zhvillime dhe sa i përket të ardhmes së kuqezinjve. Kontrata e Silvinjos skadon dhe pritet që në qershor të ketë një konfirmim për të ardhmen e tij, ose në fund të fundit do të jetë trajneri i ri që do të marrë drejtimin e Shqipërisë për të ardhmen e skuadrës. Ndeshjet miqësore të muajit qershor për kombëtaren shqiptare marrin një rëndësi të veçantë dhe për momentin delikat për skuadrën kuqezi. Pas eliminimit shkënjyes nga play-offi i botrorit e 3 humbjeve radhazi në ndeshjet e fundit, këto përballje shihen si një mundësi konkrete për të rikthyer rezultatet pozitive dhe për të stabilizuar gjendjen brenda ekipit. Sfida ndaj Luksemburgut në Tiranë si dhe miqësoria e dytë ende e papërcaktuar do të shërbejnë si test i drejt për drejt për reagimin e skuadrës në fushë, por edhe për rikthimin e harmonisë të frymës së bashkëpunimit mes lojtarëve. Në këtë aspekt, trajneri dhe stafi teknik do të kërkojnë jo vetëm rezultat, por dhe sinjale pozitive në lojë dhe organizim, teksa kritika ka pasur gjithmonë për lojën e zhvilluar. Duke ditur se Luksemburgu është një rival modest, golat e spektakli janë padyshim detyrimi kryesor për kuqezinjt. Situata në pankinë mbetet një nga temat më të nxehta për kombëtaren, pasi ende nuk ka një vendim përfundimtar për vazhdimsinë e Silvinjos. Presidenti i Federatës Armand Duka ka bërë të ditur se në muajin qershor Shqipëria do të trajtohet ose nga një trajner i ri ose nga Silvinjo i konfirmuar. Kjo i jep miqësorëve një peshë të madhe ku në rast se vjen një trajner i ri, ai do të ketë mundësinë të njohë grupin dhe të testojë idetë e tij taktike, ndërsa nëse braziliani vjen në krye, këto ndeshje mund të shërbejnë për eksperimente dhe korrigjime të skemave aktuale. Në të dyja rastet, performanca në këto takime mund të ndikojë drejt për drejt në drejtimin që do të marrë kombëtarja në vijim. Vëmendja pritet të jetë të emrat që do të ftohen për këto dy përballje, pasi kjo periudhë konsiderohet si një mundësi ideale për të testuar elementë të rinj, talente në rritje dhe lojtarë që kanë spikatur me klubet e tyre mund të marrin hapësirë për të treguar vlerat, ndërsa emrat me përvojë do të duhet të konfirmojnë rolin e tyre brenda skuadrës. Këto miqësore mund të shërbejnë si një provim për shumë futbollistë, duke përcaktuar jo vetëm praninë e tyre në listat e ardhshme, por edhe pozicionin që do të kenë në hierarkinë e ekipit. Dy miqësoret e qershorit nuk do të jenë vetëm dy ndeshje për të plotësuar agjendan e miqësoreve, por mund të kenë ndikim të madh për të ardhmen. Gjithçka lidhet drejt për drejt me objektivin e radhës që është paraqitja në Ligën e Kombeve që nis në shtator. Dy ndeshjet e qershorit përbëjnë një fazë përgatitore shumë të rëndësishme për ndërtimin e një skuadre më të qëndrueshme dhe konkurruese, qoftë me një trajner të ri apo me vazhdimsinë e stafit aktual. Kjo periudhë të shfrytëzohet për të vendosur bazat për të përmirësuar organizimin në fushë dhe për të krijuar një grup më të konsoliduar. Sezonin e shkuar në Ligën e Kombeve, Shqipëria dështoi duke mos arritur të përmbushë asnjë pritshmëri, ajsa edhe ra nga Liga B në Ligën C, edhe pse nuk ishte në një grup me kundërshtar të pakalueshëm. Gabimet e asaj kohe natyrisht nuk mund të përsëriten, duke qenë se edhe rivalët janë në limitet e modestisë të fitimi i grupit është padyshim objektivi kryesor. Objektiv ky që mund ta çojë Shqipërinë në Europianin e ardhshëm pa pasur nevojë të sforcohet shumë në kualifikueset pasardhëse.